kapëm këtë vrasje që ndodhen, faktikisht spektakolar, dolja e personi me kapuç, ai vrasi ndodhen, pra këta vrasje me pagesë, gjejnë dhe janë të frikshëm faktikisht gjejnë këtë momentin kur gjithë njerëzit se kanë mbajnë asnjëri tek e kanë mendën ke politika, ja, sa bukur. Dhe ky del këtu tak me qetësi dhe të vret dhe të çon nga kjo botë në botën tjetër dhe ikën në mënyrë të çuditshme. Personazhe frikshme se si ne bashkëtojmë, duam me këta, ja ku është ky, dali aty, ikën për qef. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 6:10 të mëngjesit të datës 27 prill, ku 58 vjeçari Renato Hoxha, sapo ka dalë nga banesa e tij, autori dyshohet që e ka pritur për rreth 1 orë e 45 minuta. Ka pritur momentin që ka dalë nga banesa dhe ka ekzekutuar me 3 plumba. Grupi hetimor nga hetimet deri tani. Këto 3 plumba, një në kokë, një në zemër, një se janë këto kanë 2 plumba në kokë dhe një shohim filma kështu që i vrasin një, që përqiti sigurt. Dhe dyshohet nga hetimet deri tanishme, grupi hetimor ka dyshime të forta që autori është shtetazi huaj. Dhe vrasës me pagesë. Vrasës i huaj. Vrasës i huaj ka dyshime të forta. Po është një turist potencial, se ne i shërojmë aty ke turistë ata. Dhe dyshohet që ky person është larguar jashtë territorit shqiptar 3 orë pas ngjarjes nëpërmjet kufirit të gjelbër drejt Greqisë. Sa i përket aludimeve dhe informacioneve në media që vrasja mund të jetë porositur nga Dubai, nuk rezulton e vërtetë deri tani nga hetimet e grupit hetimor. Janë informacione të dhëna për shkak se është ndaluar një person i cili dyshohet që automjetin e tij ja ka dhënë autorit pra ekzekutorit. Dhe ky person jetonte në Dubai kohë më parë. Për këtë arsye doli dhe informacione në media që vrasja mund të jetë porositur nga Dubai, po rëndon në shumë vrasje në vendin tonë jepet me njëherë informacioni që vrasja u porosit nga Dubai. Është bërë Dubai sikur me porosit me postë dhe porosit gjithë vrasjet nga Dubai. Cili është shkaku me kjo pjesë ka lidhje me një pjesë? Kjo është shumë misterioze. Kjo është shumë misterioze. Fillimisht u tha si pistë hetimi për shkak të ndërtimit të një pallati në banesën e 58 vjeçarit, por kjo pistë u sfumua, holl nga grupi hetimor, më pas dolën informacione që rezultojnë që 58 vjeçari mund të jetë informator i grupeve kriminale, por edhe kjo më duket pak e dyshim dhe jo shumë e sigurt. Personazhi që shohun nëse shohin të viktimën, nuk duket të ketë një person i cili punonte staturë për të vrarë në mënyrë kaq mjeshtrore. Se kjo vrasi me pagesë që vjen nga jashtë, gjen pistoletën këtu, se nuk e merr nga aeroporti, se nuk e kalon. Dikush që e pistoletën me silenciator, bën vrasjen, ka afinitet me personin, ka fotografi, pastaj ikën, japi shtegun, njeh lëvizjet. Lë pistoletën diku, se pistoleta është fatale për atë, merr planin dhe ikën, dhe s'duket. Pra, kjo është një vrasje spektakolare për sa i përket profesionalizmit. Patjetër. Atë ky personi nuk i përmbush, po thoshte Bozeku, kriteret për të qenë ka një pikë misterioze.